Mirë se erdhët, mirë se po takohem të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja jemi përsëri me Triangle Message, pjesa 21 nga pastor Stefan Born. Pra lajmi tre angjujve, Triangle Message, druani Perëndin, jepin lavdin sepse erdhi ora gjyqit e tij, nga ungjilltari internacional, pastori, shkrimtari, publicisti, pastor Stefan Born. Në radhë është tema e 21-ta, nga 25 gjësejt sa do t'i kemi, mbetja e farës së saj, apo the remnant of her seed, mbetja e farës së saj, dhe normalisht para se që fillojmë, e kërkojmë ndihmën e Perëndis dhe udhëheqjen e tij, dhe për momentin e kthejmë kënej. Përshëndetje që të shiheni kështu edhe live. Pra, ku të qeni, lutem, e përulim kokën dhe e ftojmë ndihmën dhe prezencën e Zotit. O Zoti i Madh Gjithëpërshtetshëm, ndera lavdia takon ty, faleminderit për fjalën tënde, faleminderit për Biblën. Ti je mësuesi, udhëheci, udhërrëfyesi dhe pastori, ne jemi vetëm shëptor dhe fëmijët e tu. Na udhëheq u Zot drejto, na beko. Ti udhëheqna, ti udhëna, bekoj dashët tonë, familjet tona, bekoj të gjitha ata që do ta e dëgjojnë tani dhe më vonë, kur do të qoftë, Zot, fjalën tënde e cila është e vërtet, sepse ti je rruga, jeta e vërteta. Dëzojmë durë tua, ndera lavdia takon ty, bekona, bekoj dashët tonë, familjet tona, fëmijët, bashortët, motra, vëllezërit, jetën, shëndetin, financët, kohën, të gjitha ndorën, mëshirën, mirësinë tënde. Falenderojmë, të adhurojmë në emrin të Atit, Birit, Frymës së Shenjtë përgjithmonë. Amen. 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 Kthejmë tani atje që si zakonisht mund të i përcjellim vargjet, tekstet dhe ndonjë ilustrim që të mund të kuptojmë më mirë. Pra, nga lajmi tre angjujve, mbetja e farës së saj është tema për sot, apo the remnant of her seed, the remnant of her seed, nga pastor Stefan Born, dhe pasi që bëm lutjen, bisedën me Zotin së bashku, në hyrje, pra zgjeroni 4 elementet e këtij vargu. Cilit varg? Ju kujtohet, shkojmë nga Zanafilla dhe te Adami e Eva, cilit bisedonin personalisht me krijuesin e tyre, dhe te Zanafilla 3, kapitulli i 3, vargu 3, Perëndia tha, mos hani dhe mos prekni, ndryshe do të vdisni. Dhe vargu hyrës, për cilin do të flasim për gjatë gjithë kohës, është Zanafilla 3:15. Çfarë thot? Dhe une do të shtija armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh themrën e farës së saj. Ky ishte premtimi në kopshtin e Edenit, pasi që kishin marrë nga pema e ndaluar Adami dhe Eva, njerëzit e parë, dhe ndodhi ajo çka nuk duhet të ndodhte, pra duke nuk mos e respektu fjalën e Zotit, duke shkel, dhe premtimi që fara nga gruaja e cila do të del, do t'ja shtyp kokën gjarprit, çka ma vonë edhe u realizua, dhe Jezusi erdhi, lindi, jetoi, punoi, veproi, vdiq dhe u ringjall, dhe me këtë ja shkeli kokën miku, gjarprit, shejtanit, djallit. Aleluja. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe shumë e madhe, fitoria mbi vdekjen, fitoria mbi armikun dhe mbi mashtruesin, gjarprin, gjakpirsin e kështu me radhë. Tregoni se si janë 4 elementet në këtë varg dhe shpjegoni se çfarë është mbetja e farës së saj. Çfarë mendoni ju se çfarë është vërtet mbetja e farës së saj apo e gruas? Për të kuptuar këtë duhet të shkojmë tek Zbulesa 12
e cila flet për gruan e veshur në të bardhë. Në zbulesi kemi 2 gra, e kemi gruan e pastër, gruan e ndeshme, e cila ndryshon nga ajo në kapitullin 17, e cila është vërtet gruaja gjithashtu, por është lavirja. Kush është gruaja nga zbulesa 12 dhe lexojmë vargun 17 që thotë, dhe dragoi, pra kush e dragoi? Gjarpri, dragoi dhe gjarpri u tërbua kundër gruas dhe shkoi të bënte luftë me pjesën tjetër të pasardhëve të saj, që mbajnë, kush janë ata? Pasardhët e gruas, ata janë që mbajnë urdhërimet e Perëndisë dhe kanë dëshminë e Jezu Krishtit. Besimtarët, pasardhësit e gruas, janë ata që i mbajnë 10 urdhërimet, andaj është një luftë kaq e madhe kundër 10 urdhërimeve mjerisht, që edhe shumë miliona krishterë nuk i kuptojnë duke thënë janë shkëput, Jezusi ka varë në kryq, jemi në mëshirë, askush nuk mund t'i mbanjë, Jezusi ka mbajt për ne, e kështu me radhë çka nuk është besim biblik dhe ato se çfarë Biblia e thotë. Mbetja është fara e farës ose mbetja e Jezusit, kush është vërtet. Lexojmë tek Gjoni 12, vargu 23 dhe 24 që thotë, në të vërtet po ju them, është duke folur Zoti jon Jezus dhe po thotë, në të vërtet po ju them, nëse një kokër gruri nuk bie në tokë dhe nuk vdes, ajo mbetet vetëm, por nëse vdes prodhon shumë kokra, fara e gruas. Pra, ajo çka i kërkohet besimtarëve të Zotit, që t'i vdesin egos, lakmis, krenaris, egoizmit, dhe Zoti Jezus të jeton në ne. Pra, ju përshëndesim juve që po na përcjellni, mirë se erdhe dhe mirë se po dëgjohemi. Nëse keni ndonjë pyetje, lirisht jeni të lirë që të pyesni. Kush është fara? Kush është fara? Dhe lexojmë te Galatës kapitulli 3 vargu 16, çfarë thotë? Premtimet i u bën Abrahamit, patrikut Abraham, dhe pasardhjes së tij. Cili premtim? Ai nuk thot edhe pasardhësve, si të ishin shumë, por një të vetme, edhe pasardhjes sate që është Krishti. Dhe kush është pasardhja e pasardhjes? Është pyetja. Babilonia dhe Jerusalemi, 2 vendet kundërta dhe ndryshe. Çfarë thot Galatasve kapitulli 3 vargu 29? Dhe nëse jeni të Krishtit, atëherë jeni fara e Abrahamit. Nëse jemi me Jezusin, atëherë jemi nga Abrahami dhe trashëgimtar sipas premtimit. Ju kujtohet Zoti i kishton Abrahamit, shiko qiellin, i sheh yjet, a mund t'i numërosh? Jo, nuk mund t'i numëroj se janë aq shumë, aq do të jetë edhe pasardhja jote. Kështu i kishton Zoti. Kurse Babilonia, Babel, që do të thonë Tollovi, në fund është një sistem mbotror që është kundër popullit të Perëndisë. Gruaja është simbolike, vera e saj është simbolike, kurvëria e saj është simbolike dhe lumi i saj është simbolik. I kemi shpjegu deri me tani, ju lutem i keni të gjitha këto tema paraprakisht. Ajo ka ndikim universal, sepse ajo ulet mbi të gjithë kombet, gjuhët dhe popujt. Pra, lavirja apo Babilonia. Lavirja apo Babilonia. Prandaj Izraeli duhet të jetë gjithashtu simbolik dhe mbar botror. Pra, nuk ka të bëj me Izraelin fizik, si shtet, mënyrë geografike. 2 palët në fund përshkruan në zbulesën 12-17. Dragoi pastaj shkoi të rekturon një bish deti dhe një bish toke për të bërë punën e tyre e tij të ndyrë. Pra, dragoi që shejtani, djalli, me bishën nga deti dhe bishën nga toka, kush janë, e kemi shpjegu shumë bukur në mënyrë detaje në veçanti. Ideja e
si nale apo futuriste, Perëndia ka dy popoj të ndashëm, reciprokisht. Ka shumë krishterë që mendojnë që Izraeli, hebrejnët, fizik, geografik, janë akoma populli zgjedhur i Zotit dhe grupi tjetër janë krishterët. Por se çfarë thot Biblia? Perëndia ka dy popuj të ndashëm reciprok, thot kjo ide futuriste, reciprokisht me plane të ndryshme për secilin kishën e krishterë dhe Izraelin e mirëfillt, pas rëmbimit, pas remnet, që shumë e popularizuar në mes të shumë krishterë protestant, Perëndia do të merret përsëri me kombin e mirëfillt hebrej. Ne do të shqyrtojmë të paktën 10 rrugë të ndryshme për të përcaktuar nëse kjo është kështu. Do të shohim qartë se Izraeli përkufizohet me Krishtin, jo nga vetëndodhja apo përbërja e tij etnike. Perëndia ka vetëm një tuf. Jezusi thot një tuf dhe një bari i vetëm që është Jezusi. Pra nuk ka dy tufa për çka mendohet dhe pretendohet si është. Kurse Gjoni 10:16 thot, Jezusi ka thënë, kam edhe shumë dele të tjera që nuk janë të kësaj tufe, prandaj t'i sjell edhe ato dhe ata do të dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë një tuf e vetme dhe një bari i vetme. Pra, nuk ka dy tufa. Nuk ka Izraeli fizik dhe të krishterët janë populli i zgjedhur i Zotit. Jo, janë popujt nga çdo kombi, gjuhe, feje dhe fisi, por jo një popull apo një identitet si që janë krishterët. Kurse të Gjoni 11:51-52 thot, tani këta nuk e tha nga vetja, por duke qenë kryeprift atë vit, profetizoi se Jezusi do të vdiste për kombin, kurse vargu 52 thot, dhe jo vetëm për atë komb, por edhe që ai do t'i mblidhte në një bit e Perëndis që ishin të shpëndar. Pra, Jezusi ka thënë, unë e kom dele edhe në tufa tjera, që duhet të gjitha t'i mbledh të janë një tuf, jo dy tufa, dhe një bari. Perëndia ka vetëm një Izrael, ata që pagzohen në Krishtin, jo Izraelin fizik, por nga të gjitha kombet, gjuhët dhe popujt. Ky Izrael nuk përcaktohet geografikisht, etnikisht apo gjenetikisht, por në marrëdhënie. Jezusi është i vetmi Izrael besnik dhe kur e pranojmë atë, edhe ne bëhemi vërtet Izraelit, fara e farës. Pra, të gjithë ata që e pranojnë Jezusin për Zot dhe shpëtimtar, ju përshëndesim. Pra, ju që përna bashkan gjithni, amen, inderuar Angel Fetak, dhe gjithashtu Qashifi Meri, Zotri Gjonaj, e tjerë. Pra, Izraeli, apo nga njëmtari, është çdo njeri që e pranon Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, duke bë beslidhje me të. Kurse Galatasve, kapitulli 3, vargu 16 dhe vargu 26 dhe 29 thot, premtimet i u bën Abrahamit dhe pasardhjes së tij, pas Abrahamit, ai nuk thot dhe pasardhësve si për shumë, por si një të vetëm, dhe pasardhës suaj që është Krishti, sepse të gjithë ju jeni bitë e Perëndis nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus. Sepse të gjithë ju që u pagzuat në Krishtin, keni veshur Krishtin. Nuk ka as judenj, as grek, nuk ka as sklav, as të lirë, as mashkull, as femër, sepse të gjithë jemi një në Krishtin, Jezus. Dhe nëse jemi të Krishtit, atëherë jemi fara e Abrahamit dhe trashëgimtar sipas premtimit. Aleluja. Çfarë të themi veç lavdi Zotit. Pra,
besimtarët e Zotit janë nga gjithë kombet e kombësit, gjuhët dhe ngjyrë të likurës. Kurse Romakëve kapitulli 2, vargu 28-29 thot, sepse nuk është jude ai që është i tillë nga jashtë, dhe rrethprerja nuk është ajo që është e tillë në mish, por është jude ai që është i tillë për brenda, dhe rrethprerja është ajo e zemrës, në frym, jo në shkronjë. Lavdimi i të cilët nuk është nga njerëzit, por nga Perëndia. Por kjo nuk është që do të thotë fjala e Perëndis ka rënë poshtë, sepse jo të gjithë ata që janë nga Izraeli janë Izrael, dhe as nuk janë ata të gjithë bitë që janë pasardhës të Abrahamit, por në Isakun do të quhet pasardhësi yt, do me thonë ata që janë bitë të mishit, këta nuk janë bitë e Perëndis, por bitë e premtimit llogariten si pasardhës. Para se emri Jakobit të ndryshoj në Izrael, Jakob që do me thonë mashtrues, që kujtohet atë natë kur Angjulli, vërtet Jezusi ishte që kacafeti me të, a ishte me siguri gënjeshtar, por pas luftës së tij me Angjullin, emri i tij u ndryshua sepse karakteri i tij ndryshoi. Edhe në Ungjillin sipas Gjonit, kapitulli 1, vargu 47 deri 49 thot, Jezusi po Natanaelin duke ardhur drejt tij dhe tha për të, ja një Izraelit i vërtet. Fjala alothon thinos, që do me thonë i vërtet, në të cilin nuk ka mashtrim, pseudos, apo gënjeshtar, e njëjta gjë thuhet për 144.000 në zbulesën 14:5. Natanaeli tha, nga më nje, Jezusi u përgjegj dhe i tha, para se Filipi të thriste, kur ishe në fik të pash, Natanaeli u përgjegj dhe i tha, Raboni, ti e biri Perëndis, ti e mbreti i Izraelit. Perëndia ka vetëm një trup të Krishtit që përbëhet si nga judenj, ashtu edhe nga jo hebrenj. Kjo është shumë e bukur dhe e thellë. Ju e dini këtë problem të vjetër, cilën Jezusi e zgjedhi. Afër më anës së gjakut të Krishtit, sepse ai vet ishte paqja jon, i cili i bëri të dy një dhe shembi murrin e ndarjes në mes, duke shfuqizuar në mishin e tij armiqsin. Do me thonë, ligjin e urdhëresave të përmbajtura me urdhërime në mënyrë që të krijojë në vetvete nga të dy një të ri, duke bërë kështu paqen. Kurse vargu 16 thot, dhe që ti pajtoj të dy me Perëndin në një trup të vetëm, nëpërmjet kryqit, duke varur kështu armiqsin. Dhe ai erdhi dhe predikoi paqen për ju që ishit larg dhe për ata që ishin afër, sepse nëpërmjet tij të dy kemi hyrjen tek Ati nëpërmjet një fryme të vetme. Kurse para Korintasve 12:13 thot, sepse nëpërmjet një fryme të vetme, ne të gjithë u pagzuam në një trup të vetëm, qofshin judenj apo grek, qofshin judenj apo grek, qofshin sklav apo të lirë, të gjithë jemi pirë në një frymë të vetme. Kurse Efesianëve kapitulli 3 vargu i 6 thot që jo hebrenjët të janë bashkë trashëgimtar të njëjti trup, duke pjesëmarrë të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet Ungjillit. Pra Jezusi është ai i cili na ka bë bashkë, duke na udhëzu në 10 urdhërime dhe duke thënë nuk ka judenj as grek, sklav as të lirë, madje gjini femrore apo mashkollore, të gjithë jemi njësoj. Kurse Kolosianëve kapitulli 1, vargu 18 dhe vargu 24 thot, dhe ai është kreu i trupit, i kishës, është fillimi i paralinduri nga të vdekurit, që në të gjitha gjërat ai të ketë e përsin.
Unë e tani gëzohem në vujtjet e mia për ju dhe plotësoj në mishin tim atë që mungon në mundimet e Krishtit për hir të trupit të tij që është kisha. Perëndia ka vetëm një qytet të zgjedhur, jo disa qytete, po vetëm një qytet të përbërë nga shejtorët e vjatës së vjetër dhe vjatës së re. Është qyteti i qengjit dhe drita e tij është qengji. Thot të Zbulesa 21 vargu i 2. Atëherë unë e Gjoni, ja ku e kemi Gjonin këtu, i cili sheh gimet dhe i shkruan me besnikri. Pra, atëherë unë e Gjoni pa qytetin e shejt, Jerusalemin e ri, që zbriste nga qielli, nga Perëndia, i përgatitur si një nuse e stulisur për burrin e saj. Ai kishte gjithashtu një mur të madh dhe të lartë me 12 porta dhe 12 engjëj të portat dhe emrat të shkruara mbi to, të cilat janë emrat e 12 fisëve të bijve të Izraelit. Muri i qytetit kishte 12 themele dhe mbi to ishin emrat e 12 apostujve të qengjit. Pra, 12 profet në vjatën e vjetër dhe 12 apostuj të qengjit në vjatën e re, nga të gjitha kombet dhe kombësit. Hebrejve 11, vargu 9, 10, 13 dhe 16 thonë. Me anë të besimit, ai banoi në tokën e premtuar si një vend të huaj, duke banuar në tenda me Isakun, Jakobin, trashëgimtar, në të njëjtin premtim, sepse ai pristi qytetin që ka themelin ndërtues dhe krijues, i cilit është Perëndia. Të gjithë këta vdiqën në besim, pa i marrë premtimet, por duke i parë nga larg, u binden për to. I përqafuan dhe rrëfyen se ishin të huaj dhe shtektar në tokë, sepse ata që thonë këto gjëra të tilla shpallin hapur se kërkojnë një adhe. Dhe me të vërtet, nëse do të kishin kujtuar atë vend nga i cili kishin dalë, do të kishin pasur mundësi të ktheheshin. Por tani, ata dëshirojnë një më të mirë, do me thënë një vend qiellor, prandaj Perëndia nuk turprohet të quajë Perëndi i tyre, sepse ai ka përgatitur një qytet për ta. Dhe cili është përfundimi? Përfundimi është se qyteti përbëhet nga të shpenguarit apo shpëtuarit nga të gjithë epokat, sepse emrat e të 12 fisëve janë në portat dhe emrat e 12 apostujve janë në themele. Pra, nga këto përbëhet qyteti i ri Jerusalemi. Kisha e vjatës së vjetër dhe vjatës së re ilustrohet vetëm nga një grua e veshur me dielli. Cila është? Ja sa e bukur, Zbulesa 12, pra është grua e veshur në të bardha, ka kuroren me 12 yje dhe hënën nën këmbët e saj. Dhe çfarë thot? Zbulesa 12, vargu 1, 2, 5 dhe 6 thuan. Një shenjë e madhe u shfaq në qiell, një grua e veshur me diellin, me hënën në këmbët e saj dhe mbi kokën e saj një kuror me 12 yje. Pastaj duke qenë shtatzan, ajo thiri nga dhimbja dhe dhimbjet për të lindur. Pra, gruaja ishte shtatzan dhe kishte kohën për të lindur. Dhe vargu 5 nga kapitull 12, Zbulesa 12 vazhdon. Ajo lindi një mashkull, një fëmijë mashkull që do të sundonte të gjithë kombet me një shufër hekuri. Dhe fëmia i saj u rrëmbye pranë Perëndis dhe fronit të tij, pastaj gruaja iku në shkëtir ku Perëndia përgatiti një vend që ta ushqente atje për 1260 ditë apo 1260 vjet. E dini, kjo është lindja e Zotit ton. Fara që do t'ja shkel kokën gjarprit është Jezusi, i cili do t'lind nga gruaja, pra nga kisha e tij. Dhe Mateu 1:21 thot, ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Mateu 1:21. Numri 12 është
më rëndësi jetike sepse është numri popullit të Perëndis, Izraelit. Duke zgjedhur 12 apostoj, Jezusi po shpallte se Izraeli po vazhdonte në ta. Historia e veprave të apostujve zbulon rëndësinë e numrit 12. Mbretëria ilustrohet vetëm nga një pemë ulliri që jep fryt të mirë. Ka deg natyrale që mbahen në pemë, hebrejt e mirëfillt që besuan në Jezusin. Ka deg natyrale që priten, hebrejt e mirëfillt që refuzuan Jezusin. Ju e dini që ka nga ata që e kanë pranu Jezusin dhe nga ata që e kanë refuzu. Ka deg natyrale që shortohen përsëri në pemë, hebrejt e mirëfillt që refuzuan Jezusin dhe më pas e pranuan atë. Ka deg ulliri të egra që shotohen në pemë, jo hebrejt që besojnë në Jezusin, dhe ka deg ulliri të egër që potencialisht mund të priten nga pema hebrejt që braktisin marrëdhënien e tyre me Jezusin. Qelsi është tek Romakët 12:20, ku na thuhet se të jesh pjesë e pemës do të thotë të besosh në Jezusin. Të ndalosh nga pema do të thotë të refuzosh Jezusin. Rënja dhe trungu i pemës simbolizojnë Jezusin. Nëse jemi të lidhur me trungun dhe rënjen, do të japim frut. Vetvetiu nuk mund të bëjmë asgjë. Vendosni për Jezusin, ju lutem, ju të gjithë që nuk e keni pranu akoma si Zot dhe shpëtimtarin tuaj personal. Kurse Romakëve 11 nga vargu 17 deri 26 thuan: Dhe nëse disa nga degët u pren, dhe ti që ishe një ulli i egër, u shotove midis tyre, dhe u bëre pjesëtar i rënjes dhe i dhjamit të ullirit, mos mbur kundër degëve, por nëse mburesh, mbaj mend se nuk e mban ti rënjen, por rënja të mban ty. Do të thuash atëherë, degët u pren që une të shotohem. Dhe mirë e tha, për shkak të mosbesimit ato u pren dhe ti qëndron në anë të besimit. Mos u mbur, ke frikë, ke respekt dhe frikë, sepse nëse Perëndia nuk i kurseu degët natyrore, ai nuk mund të kursej as ty. Kurse vargu 22 thot: Prandaj mendo mirësinë dhe ashpërsinë e Perëndis mbi ata që ranë, ashpërsi por ndaj teje, mirësi nëse vazhdon në mirësinë e tij, përndryshe edhe ti do të thyhesh. Dhe ata gjithashtu nëse vazhdojnë në mosbesim, do të shotohen, sepse Perëndia është në gjendje t'i shotoj përsëri. Sepse nuk dua vëllezër që të jeni të paditur nga ky mister, që të mos jeni të mequr në mendimin tuaj, sepse nëse ju u këputët nga ulliri që është i egër nga natyra dhe u shërtuat kundër natyrës në një ulli të kultivuar, aq më tepër këto që janë deg natyrale do të shërtohen në ullirin e tyre. Pra, të shpëtuarit do të janë nga të gjitha kombet e komësit dhe gjuhët, jo fizikisht një popull apo një identitet, pra qofshin krishtërt në një anë apo Izraelit fizik. Këto Biblia nuk e thot, por e thot nga të gjitha kombet dhe komësit. Se verbria ka ndodhur Izraelit pjesërisht derisa të hyjë plotësia e jo hebrejve. Kurse vargu 26 thot: Dhe kështu gjithë Izraeli do të shpëtohet, siç është shkruar, çlirimtari do të vijë nga Sioni dhe do të largoj pabesin nga Jakobi, sepse kjo është beslidhja ime me ta kur të heqëm katët e tyre. Do të ketë vetëm një tryezë banketi në mbretëri për të gjithë të shpenguarit apo të shpëtuarit. Menjëherë para fragmentit të mposhtëm është historia e centurionit romak i cili ishte jo hebrej. Ju kujtohet, një romak e pranoi Jezusin, ai dhe tërë familja e tij.
Kurse te Mateu 8, vargu 11-12 thuan. Dhe unë do të ju them se shumë do të vinë nga lindja dhe perëndimi, jo hebrejnë pra, dhe do të ulen, thot Jezusi, në tryezën time, te Luka 22:30, me Abrahamin, me Isakun, Jakobin, në mbretërinë e qiejve, me Izraelit e mirëfill. Pra, por bit e mbretërisë do të hidhen në errësirën e jashtme. Do të ketë të qara dhe këcërlinë dhëmbësh. Pra Jezusi, Zoti jon, na shpjegon dhe na mëson për çdo çështje dhe çdo pikë. Aleluja, lavdi qoftë Jezusit. Perëndia ka vetëm një tempull shpirtëror që përbohet nga apostuj dhe profet, dhe Jezu Krishti është guri kryesor i kthesës. Kurse Efesianëve kapitulli 2 vargu 19 deri në 22 thuan. Tani pra, nuk jemi më të huaj as bujtës, por bashkëqytetar me shejtorë dhe antar të familjes së Perëndis, duke qenë të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë vetë Jezu Krishti gur kryesor i qoshës, në të cilin të gjithë ndërtesa e bashkuar rritet në një tempull të shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju po ndërtoni së bashku në një banesë të Perëndis në frym. Të shpëtuarit nga çdo kom, fis, gjuhë dhe popull do të këndojnë një këngë të vetëm. Aleluja, shumë e thellë dhe e bukur. Është kënga e Mojsiut dhe e qengjit. Apokalipsa apo zbulesa 15:3-4 thuan. Ata këndojnë këngën e Mojsiut, shërptorit të Perëndis, dhe këngën e qengjit, duke thënë, të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, Perëndi i plotfuqishëm, të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i shejtorëve. Kush nuk do të friksohet, o Zot, dhe kush do të lavdoj emrin tënd, sepse vetëm ti je i shejt, sepse të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë para teje, sepse gjykimet e tua janë shfaqur. Të shpëtuarit, pra të shpenguarit, kanë vetëm një akt dhe ai përcaktohet në Krishtin. Vetëm ata që kanë pranuar Jezusin janë bijtë dhe bijat e tij. Pra ju përshëndesim motra Qefsere Salihu, gjithashtu mirë se erdhët. Galatasve kapitulli 3 vargu 26 thot, sepse të gjithë ju jeni bijtë e Perëndis nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus. Amen, aleluja. Ne bëhemi vëllezër dhe motra të Jezusit dhe si rezultat jemi bijë dhe bijat e Perëndis. Kurse Gjoni kapitulli 1 vargu 12-13 thuan, por të gjithë atyre që e pranuan, atyre që besojnë në emrin e tij, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë e Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk linden nga gjaku, as nga vullneti mishit, as nga vullneti njeriut, por nga Perëndia. Kurse Hebrejve 2:19 thot, ai nuk turprohet që të na quajë vëllezër. Pra Jezusi është vëllau i ynë. Aleluja, lavdi qoftë. Ai i cili është rruga, jeta e vërteta dhe askush nuk vjen tek Ati përveç nëpërmjet meje. Kurse Gjoni kapitulli 8 nga vargu 32 lexojmë. Dhe ju do të njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Amen. Aleluja. Ata ju përgjigjen, ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe kur nuk kemi qenë sklav të askujt, si mund të thuash do të bëhemi të lirë? Kurse Jezus ju përgjigj atyre, në të vërtet po ju them, kur të që bën kat, është sklavi i katit, por sklavi nuk qëndron në shtëpi për gjithmonë, por biri qëndron për gjithmonë. Pra, nëse biri, do me thënë Jezusi, ju bën të lirë, do të jeni me të vërtet të lirë. Unë e di që jeni pasardhës të Abrahamit, por ju keni
kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk gjen vend tek ju. Unë e flas për ato që kam parë tek ati im, dhe ju bëni ato që keni parë tek ati juaj. Ata ju përgjigjen dhe i thanë, ati ynë është Abrahami. Jezusi ju përgjigj atyre, po të ishit bitë e Abrahamit, do të bënit veprat e Abrahamit. Por tani kërkoni të më vrisni mua, një njeri që ju ka thënë të vërtetën që kam dëgjuar nga Perëndia. Abrahami nuk e ka bërë këtë. Ju bëni veprat e atit tuaj. Atëherë ata i thanë, ne nuk lindem nga kurvëria, ne kemi një atë të vetëm Perëndin. Pra, Zoti jon Jezus, i cili Mesia i vajosur, i barabart me atin. Jezusi ju tha atyre, po të ishte Perëndia ati juaj, do të më donit, sepse unë dola nga ati, erdha nga Perëndia, as nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai më dërgoi, sepse nuk e kuptoni fjalën time, sepse nuk mund ta dëgjoni fjalën time. Ju jeni nga djalli, ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai është vrasës nga fillimi dhe nuk qëndron në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thot gënjeshtra, flet nga vetja, sepse është gënjeshtar dhe atë i gënjeshtres. Si pas apostull Paulit, hebrejnët janë pasardhës të Agarit dhe Ismalit, ndërsa jo hebrejnët besimtar janë fëmijët e Sarës dhe Isakut. Dhe çfarë thot te Galatasve, kapitulli 4, vargu 24 dhe 26. Sepse këto janë dy beslidhje, Agari dhe Sara, Agara dhe Sara. Një nga mali Sinai, që lindi skllavëri, që është Agara, apo Agari, sepse kjo Agari është mali Sinait në Arabi. Dhe korrespondon në Jerusalem, që është tani dhe është në skllavëri me fëmijët e saj. Vargu 26, por Jerusalemi i lartë është i lirë, që është nëna e të gjithë ne. Profecit e mbledhjes dhe shpërndarjes. Libri 5 i Mojsiut, apo ligji për trirë, nga vargu i 30, nga kapitulli 30, vargu 3 dhe 5 lexojmë. Perëndia premtoi t'i mbledh ata nëse do të pendoheshin dhe do të ktheheshin te Zoti. Gjë e rëndësishme në mbledhjen dhe shpërndarjen nuk ishte toka. Perëndia kishte zgjedhur të bënte banesën e tij në tokën e Izraelit. Kur Izraeli u shpërndan nga toka, ata u shpërndan nga Zoti. Kur Izraeli u mblodh në tokë, ata u mblodhen te Zoti. Jezusi dha një interpretim të thellë të profesive të mbledhjes dhe të shpërndarjes. Ligji për trirë, kapitulli 28, nga vargu 63-64 thot, premtuar të shpërndajnë nëse nuk do të ishin besnik. Kurse Luka 19, vargu 23 thot, kush nuk është me mua është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua shpërndan. Kajafa tha se ishte e lëvdishme që një njeri të vdiste për popullin dhe jo që kombi të humbas. Do me thënja e kësaj shpjegohet tek Gjoni kapitull 11, vargu 51 dhe 52 thot. Ai profetizoi që Jezusi do të vdiste për kombin, dhe jo vetëm për atë komb, por edhe për që ai të mblidhte në një bitë e Perëndis që ishin shpërndar. Pra, andaj Jezusi thot, unë kam edhe dele tjera që duhet të sjell në grazhën time, të jetë një bari dhe një kupe. Kur Jezusi ishte gati të largohej nga tempulli hebre, për herë të fundit, ai tha, te Mateu 23, kapitulli 36, kapitulli 23, vargu 37-38 thuan, o Jerusalem, Jerusalem, ai që vret profet dhe i vret me gur, ata që dërguan tek ti. Sa herë desha ti mbledh bitë tu, ashtu si një pul i mbledh zogjtë e saj nën krah, por ju nuk deshtet. Ja shtëpia juaj do të lihet e shkret.
Kjo profetizimi për hebrejnë. Anën tjetër Jezusi thot, Jezusi ju tha dishepujve të vetë, duke ju thënë, sepse ku janë 2 ose 3 të mbledhur së bashku në emrin tim, unë jam në mesin e tyre. Pra, kjo është një foto e vogël e bashkisë tonë të mbledhur edhe shumë më tepër, por kjo foto ka zënë vetëm neve 3 vetëve. Andaj, toka e shajt është vendi ku 2 ose 3 janë mbledhur në emrin të Krishtit. Ky takim për Krishtin u përmbush në ditën e Pentakostit, në ditën e Rshajave, kur besimtarët në Krisht u mblodhen të gjithë së bashku në një mendje të vetëm. Emër për çdo mbi emër është emri Jezus. Amen. Lavdi qoftë emrit tënd. Veprat e Apostujve kapitulli 2 vargu 1, 7 deri 11 thot, kur erdhi dita e Pentakostit, të gjithë ishin në një mendje të vetme në një vend. Atëherë të gjithë u habitën dhe u mrekulluan duke thënë njëri tjetrit. Ju kujtohet, ishin duke u lutur dhe fryma në formë të flake hyri në secilin nga ata. Shikoni, a nuk janë të gjithë këta që flasin Galilean? Dhe si është e mundur që ne dëgjojmë secili në gjuhën e vetë në të cilën kemi lindur. Dhe numërohen cilat janë parët, medianët, elimatët, ata që banojnë në Mesopotami, Jude, Kapidoki, Pont dhe Azi, dhe Frigji, Pamfili, Egjipt dhe pjesë të Libis ngjitur me Kirenën. Vizitor nga Roma, si judenj, ashtu dhe prezilit, Kretas dhe Arab, i dëgjonin duke folur në gjuhët tona për veprat e mrekullueshme të Perëndis. Ajo që të bën një Izraelit të vërtet nuk është se je mbledhur në tokën e shajt, por përkundrazi te Zoti i shajt. Nëse je në tokën e shajt, por e ke hedhur poshtë Zotin e shajt, atëherë je i shpërndar. Perëndia ishte besnik në hedhjen poshtë të Izraelit të mërfill si populli i tij i zgjedhur dhe planet e tij nuk dështuan për shkak të dështimit të Izraelit të mirëfill. Kurse dyta Timoteut, kapitulli 2, vargu 11 deri 13 thuan. Kjo është një fjalë e besueshme, sepse nëse vdiqem në të, do të jetojmë edhe me të. Nëse durojmë, do të mbretërojmë edhe me të. Nëse e mohojmë atë, edhe ai do të na mohojë. Nëse jemi të pabezë, ai mbetet besnik, ai nuk mund të mohojë vetveten. Jezusi Zoti jon na i thret të gjitha kombet dhe kombësit dhe gjuhët. Krijuesi i qiellit të tokës do të vjen së shpejti, sepse Jerusalemi, qyteti i ri, tani më është gati. A jemi edhe ne gati ta pranojmë Jezusin si Zotin ton personal? Urojmë që të jemë. Zoti ju bekoft, mirëmbëjtje.